siç ti e nisë bisedën, besoj që do shikosh edhe më shumë, pasi në përgjithësi njerëzit janë të prirur që sot të thonë në këto zgjedhje, po more, ky e kishte fajin, ky që humbi, ky duhet jo vetëm që humbi, po edhe ta fusim në burg, edhe ta çojmë në spital, edhe ta mbyllim brenda, po ta vrasim fare. Kjo është, kam përshtypje një lloj përpjekje për të rënë në sy, domethënë edhe ai që deri para zgjedhjeve mund të kishte një tjetër qëndrim publik më të distancuar, më realist, më i drejt, në momentin kur shikon që balancat janë ndryshe, shpejt e shpejt mendon të ripozicionohet, të kuptoj apo të zgjedh një vend më të mirë. Se për të një andën, mendime nga më të ndryshmet për hir të vërtetës, tani ka edhe një sens protagonizmi në leximin e filxhanit kafes në një sens. Përse ne po flasim për sporte kombëtare tash. Pra, mbretërimi i ashtu quajtur i kryeministrit mund të jetë i gjatë, pra 4 vjet, ndoshta 8, ose ai mund të veten, siç e kanë thënë disa njerëz të cilët njohin mënyrën se si shpërbëhen zakonisht pushtetet arrogante që zgjasin e gjatë. 16 vjet është jashtëzakonisht gjatë. I gjatë. Mua më shqetëson nga pikpamja editoriale, pra ti si editor, si do ndryshoj, po si do ndryshoj, apo ndoshta nuk do ndryshoj, ndoshta do të riformohet në ndonjë formë eksistenciale, narrativa, jo vetëm gazetareske, por edhe njerëzore këto 4 vjet. Pra çfarë duhet të ndodh? Duhet të mbyllim gojën, duhet të pranojmë atë që ndodh, duhet të lexojmë art dhe kulturë, duhet të flasim për kometat, të merremi me Trumpin, apo duhet të vazhdojmë të flasim në të njëjtën mënyrë siç kemi folur gjithmonë, pavarësisht se çfarë ndryshime do të ketë. Ti bëj një hyrje të shkurtër përgjigjes time për këtë pyetje. Më lejoni që unë ta zhvesh apo t'ja heq emrin opozitës, të mos quhet Parti Demokratike të Aleat, dhe t'i heq emrin partisë që është në pushtet pra Partia Socialiste. Do të flas për opozitë dhe mazhorancë. Për këtë arsye e bëj sepse unë nuk jam i hidhuruar pse Partia Demokratike dhe aleatet e saj do të qëndrojnë edhe 4 vite në opozitë, dhe nuk jam i hidhuruar dhe as i gëzuar që socialistët po qëndrojnë edhe 4 vite të tjera në pushtet. Unë jam i shqetësuar që një parti politike në një vend me këtë kulturë demokratike, siç folëm pak më parë, dhe kulturë politike, dhe me një standard demokracisë që vazhdon ende të klasifikohet si hibride, pra si ai semafori, as i kuq, as i shil, por në atë portokallin, një parti të mbaj një pushtet për kaq kohë të gjatë. Parimisht dikush mund thotë që zotëri, çfarë problemi ke? Demokracia ka vetëm një rregull. Ai që votohet, ai i qeveris. Nuk ka ndodhur dhe nuk do ndodh që një kryeministër të thot, shiko, po e lë me kaq, me që këta që janë opozit, janë mërzitur shumë, garodhe nuk fitojnë, unë po iki, urdhë çelësat e zyres dhe hajdeni. Kjo nuk do ndodh. Apo jo? Por, ajo që unë kam frikë, është që jetë gjatësia në pushtet e një individi, e një grupi, e një partie politike, në një realitet si Shqipëria, çon në zvoglimin gradual të opozitarizmin në tërësi, jo thjesht të një partie politike. Sepse ne jemi shoqëri ku politizimi skajshëm kontrollon vendet e punës. Shteti është sot punëdhënësi më i madh, ku çdo individ do duhet të kalojë përmes filtrave politik për të mbërritur tek përgjegjësi i kopshtit, drejtori i shkollës, drejtori i qendrës shëndetësore, e me radhë për shkuar deri në nivele më të larta. Dhe kur bëhen rotacione politike, kur thaj në një lëvizje historike në Japoni, u ndrua pushteti dhe ata që lanë zyrat ishin vetëm 11 njerëz.
të tjerë nuk lëvizën. Tu tek ne kur ndrohet pushteti është shkulje, përmbysje shoqërisë, dhe të gjithë kanë frikë se me ndrimin e pushtetit do lëm punën edhe roja e shkollës. Ndaj në momentin kur vinë zgjedhjet të gjithë shtrëngojnë radhët, bëhen solidar, të mbajnë pushtetin, sepse do mbaj punën, do mbaj shtëpinë, do mbaj bukën e fëmijëve. Sa më jetë gjatë të jetë kjo lloj qeverisje, aq më shumë njerëzit në përpjekje për të mbijetuar do shtrëngojnë radhët për të mbajtur vendin e punës. Aq më shumë pushteti i imponohet njerëzve. Do të jetosh, do vendin e punës. Voto për mua, voto për veten tënde. Ky që është në opozit, do ta ketë gjithnjë më të vështirë të depërtojë në këtë mazhorancë, e cila nuk është thjesht politike, por është mazhorancë shoqërore tani, sociale, ekonomike. Dhe ky shndrohet në enklav. Dhe kjo enklava vjen duke u zvogluar, sepse njerëzit në përpjekje për të mbijetuar, çfarë do bëjnë? Do arratisen nga enklava. Do çajnë klonin, e do vinë këtu. Do bëhen me këtë partinë e madhe. Apo do ikin jashtë. Dhe ajo që vërehet është që emigrimi në tërësi ka prekur më së shumti njerëzit që kanë qenë të distancuar nga të mirat që prodhon pushteti. Pra nuk kanë patur akses në këtë gjë. Dhe frika ime është që ky pushtet jetë gjatë do ta zvogloj këtë opozitarizmin jo vetëm në aspektin politik. Ke menduar nga pikpamja sociale dhe shoqërore, jo ti e the mirë që në këtë mes nuk ka bile një emocion përkatësie, po ne jemi të shqetësuar nga pikpamja kulturore xha në përgjithësi edhe politike, se